ish kryeministri Fatos Nano po përballet me momentet më të vështira të jetës së tij. Prije më shumë se 2 javësh, ai ndodhet i shtruar në një spital privat të Tiranës nën kujdesin e mjekëve të reanimacionit. Gjendja e tij është përshkruar si tepër kritike, pasi Nano mbahet gjallë vetëm përmes aparaturave. Burimet sigurta nga spitali konfirmojnë se 73 vjeçari ka kaluar së fundmi një tjetër arrest kardiak, ndërsa trupi i tij nuk po reagon ndaj trajtimeve intensive. Sipas mjekëve, ai nuk është më koshient dhe reagon vetëm ndaj dritës, një shenjë shumë e dobët që tregon se truri ende po përpiqet të mbajë gjallë shpresën. Pak para se të humbiste ndjenjat, Nano ka arritur të shqiptojë disa fjalë që kanë lënë gjurmë të gjithë ata që ndodheshin në dhomën e reanimacionit. Ju përgjërohem, më ndihmoni, janë fjalët e fundit që ai ka thënë me zë të dobët pak sekonda përpara arresti kardiak. Ishte një moment i dhimbshëm dhe prekës që i ka lënë pa fjalë mjekët dhe familjarët e tij, të cilët po përjetojnë orë ankthi dhe dhimbje të thellë. Në këto ditë të vështira, bashkëshortja e tij, zonja Joana Nano, ka kërkuar qetësi dhe lutje nga të gjithë. Me një zë të dridhur, ajo ka apeluar publikisht që mediat dhe qytetarët të respektojnë privatësinë e familjes. Fatosi po lufton me gjithë forcën që i ka mbetur. Ju lutem, tregoni pak qetësi dhe lutuni për të. Kërkoj vetëm mirësi dhe dashuri në këto momente, është shprehur ajo, teksa qëndron çdo ditë pranë derës së reanimacionit, pa u larguar as për një çast. Ndërkohë, shumë figurat njohura të jetës publike kanë reaguar për gjendjen e ish kryeministrit. Këngëtari Luiz Eli ka bërë një postim prekës në rrjetet sociale, duke i uruar Fatos Nanos shërim sa më të shpejt. Uroj me gjithë zemër që Zoti Nano ta kalojë këtë provë të rëndë. Shqipëria i respekton njerëzit që kanë lënë gjurmë, ka shkruar ai, duke marrë mira reagime mbështetjeje nga ndjekësit. Fatos Nano, i njohur si themeluesi dhe lideri historik i Partisë Socialiste, ka qenë një nga figurat më me ndikim në politikën shqiptare pas viteve 90. Ai drejtoi PS-n nga viti 1991 deri në 2005, duke kthyer në një forcë moderne perëndimore që udhëhoqi disa qeveri të vendit. Sot, ndërsa ai lufton për jetën, fjalët e tij të fundit dhe kërkesa e gruas për qetësi janë bërë një apel njerëzor që ka prekur gjithë opinionin publik.